Liderja e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen, dhe 8 eurodeputet u shpallën fajtor për përvetësim të fondeve të Bashkimit Evropian. Vendimi u mor nga gjykata e Parisit. Seanca u mbajt me dyert mbyllura ku nuk u lejua asnjë kamerë apo regjistrim audio në sallën e gjyqit. Le Pen ka akuzuar prokurorët se kërkojnë vdekjen e saj politike dhe tha se mos lejimi i saj për të kandiduar për postin do të ngatronte dëshirat e votuesve dhe do të kërcënonte procesin demokratik. Një sondazh në Le Figaro në fillim të këtij muaji sugjeroi se 42% e francezëve dëshironin që ajo të zgjidhej në vitin 2027 presidente e Francës. Le Pen emëroi Jordan Bardella, 29 vjeç, si presidente të RN-s në 2021, por një antar i lartë i partisë tha se nuk kishte plan B nëse Le Pen shpallej menjëherë e papërshtatshme për të kandiduar në 2027. Marc de Florian, deputet i RN-s për Pas de Calais, tha se çështja e papërshtatshmërisë nuk lind. Nuk është tabu, por për sa kohë që ne kemi thënë se një padrejtësi e tillë nuk mund të ndodhë, nuk do të ndodhë. Le Pen dhe 24 të tjerë nga RN, duke përfshirë zyrtar partijak, punonjës, deputet dhe asistent, u gjykuan nëntorin e kaluar me akuzën e marrjes së parave nga Parlamenti Evropian si pjesë e një mashtrimi të dyshuar të vendeve të punës. Në vend që paratë të shpenzoheshin për stafin e BE-s, ata u akuzuan se i kishin përdorur për të paguar stafin e partisë në Francë. Parlamenti Evropian vlerësoi se fondet e supozuara të përvetësuara arrinin në rreth 7 milionë euro. Le Pen dhe të tjerët i kanë mohuar akuzat. Çdo vendim që nuk e pastron Le Pen nga keqbërjet do ta lërë të ardhmen e saj politike në dyshime të rënda. Nëse ajo shpallet fajtore për përvetësim, ajo pothuajse me siguri do të apelojë, gjë që do të kërkojë mbajtjen e një gjyqi të ri dhe çdo dënim me burg ose gjob do të shtyhet derisa të gjykohet seanca e apelit. Nëse asaj jepet një pengesë prej 5 vitesh për të kandiduar për poste publike me efekt menjëhershëm, nuk ka gjë asaj që ajo të mund të hyjë në garën presidenciale të vitit 2027, përveç nëse procesi i apelimit nuk përshpejtohet dhe ajo nuk lirohet në kohë nga vendimi që e ndalon kandidimin. Nëse gjyqtarët vendosin që ndalimi i pozitës të shtyhet, ajo do të ketë ende atë që një antare e RN-s e përshkroi si shpata e Demokleut të varur mbi fushatën e saj politike.